Jam në studio me avokatet Edmond Petrajn, me cilin do të diskutoj për këtë nismë për ndryshimin e praktikave gjyqësore. Ju përshëndes avokat, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Si e shihni një nismë të tillë, sot është mbajtur dhe mbledhja e parë e kolegjeve të gjykatës lartë, çfarë do të sjellë në gjykimin tuaj në rast se do të miratohet në një kohë që sistemi penitenciar, pjesën më të madhe të atyre që vuajnë një dënim janë të paraburgosur. Shikom, ky vendim nuk është se jemi në situatën që po del ky dhe filloi u zgjidh problemi. Këto janë ekskluzive gjithmonë të prokurorit. Në qoftë se dosja e shikon që personi duhet të rinë në masat e arrestit me burg, është ai që vendos për masën. Por, e vetmja gjë, të cilën do të dali në vazhdimësi, është që këta do t'i bëj më të përgjegjshëm për sa i përket marrëdhënies së dosjes, e cila referohet nga policia, e cila ka shpeshherë edhe mangësira të jashtëzakonshme, ajo do t'i përcillet prokurorit dhe brenda 72 orësh prokurori do të vendosin nëse kjo dosje e përcjell nga policia i përmbush kushtet që ky person duhet të jetë në një masë të ashpër sigurie siç është arresti me burg, apo duhet zgjidhur një masë më e lehtë. Pra, gjithçka varet te pjesa e ekskluzive e marrëdhënies prokurorit, por do të vëjnë në një pozit më të shëndosh të mendimit që prokurori i cili do të bëj kërkesën për masë për një shtetas i cili është i dyshuar për një vepër penale, do të paraqesi dokumenta të cilët ky është për këtë rast, por ai që vendos është gjyqtari i cili do duhet të arsyetoj. Kjo është patjetër, kjo është marrëdhënie. Shiko, kjo është diçka pozitive, pa e anashkaluar këtë situatë, është e prevonuar. Është një situatë e cila nuk duhet ishte vënë në lëvizje pasi kryeministri ngriti zërin për sa i përket pjesës së masës shtrënguese. Për mendimin tim ka vend për të diskutuar, kjo si marrëdhënie për këtë mbledhje të kolegjeve të bashkuara, sepse e para njëherë që gjysma atyre pjesëmarrësve aty janë ish gjyqtar dhe ish prokuror që i kanë mbytur njerëzit me masa sigurie. Mbase kanë kuptuar gabimin. Shiko, problemi është ata që janë bërë avokat sot, që kanë qenë prokuror dhe gjyqtar, që ishte gjysma e sallës aty, apo ndoshta edhe më tepër. Problemi është që ata i kanë mbyt njerëzit me masa sigurie me arrest në burg. Pra me prova, pa prova e tjera kanë veprosh. Ajo për të cilën duhet parë aty është që gjykata e lartë të japi të shteruar mendimin pse dhe kur duhet dhënë një masë shtrënguese, pse dhe kur duhet dhënë një masë me arrest shtëpie, apo pjesa e detyrimit paraqitjes, apo hetim në gjendje të lirë. Pra, kjo fillon që nga policia. Policia tashmë duhet jetë më korrekte kur të vendosi masën ndaluese për një qytetar, dhe pastaj të vazhdojmë në tutje. Pra, hapi parë i ngjerët policisë, gjë për që ne duhet kemi një ristrukturim të pjesës së oficerëve të policisë gjyqësore, seksioneve përkatëse në policinë e shtetit. Mendoj që ministri i ri, i cili është një nga personazhet që i njeh problematikat, i njeh të gjitha vështirësitë dhe që kanë këto element, sepse në fundit policia është ajo që e kap një person edhe e vën në dispozicion prokurorisë. Mendoj që duhet të rregullojë pjesën e praktikës për masën ndaluese, për atë shkresë ndaluese, që të cilët i referohet dosja prokurorisë. Pra, duhet kemi elementin kyç, duhet kemi provat. I përmbush kriteret ky person në kushtet që është që duhet ndaluar dhe duhet referuar materiali prokurorisë, apo jo. Pra, kjo është ajo pika që unë shikoj. A është emergjente situata, të paktën nga ajo që vini re ju edhe çdo ditë në punën tuaj? Shikom, duhet të dini vetëm kaq që ky vendim nuk është, po ja u them edhe një herë që ky vendim nuk është se e detyron prokurorin apo gjyqtarin. Ky vendim e bën në pjesën pra mos jepet a priori masa e sigurisë arrest në burg. Shiko, unë po ta shikosh ne kemi raste për shembull që ka situata që me të vërtet lënë për të dëshiruar, për shembull është situata e tillë që duam për gjyqësori dhe prokuroria janë gjithmonë në presionin e politikës, ju e pat vetë
Po jo, kjo është edhe për qytetarët e thjeshtë, e kam parë pikërisht pra për qytetarët e thjeshtë po flasë edhe unë tani. Po unë po ju pyes konkretisht si do ndryshoj, se kemi diskutuar edhe për qytetarët e thjeshtë, sigurisht ata që ne për qytetarët e thjeshtë po flasim, sepse ata që mbron politika është tjetër gjë. Shikom, janë kryesisht edhe qytetarët thjeshtë. Shikom, pikërisht për ata është prerë masa. Atyre s'ke që i bën. Në ata do të kërkojnë me avokatët e tyre për katës, nëse i plotësojnë me kushtet që të rinë akoma në seksionin e paraburgimit, apo jo, kjo është një marrëdhënie tjetër. Por që për ata është bërë kjo procedurë. Problemi është nga sot e tutje apo në dita që del vendimi. Aty fillon e gjithë pjesa për të parë seriozitetin e asaj për të cilën ne po flasim. Unë ju preka pak më përpara dhe pjesën intimiduse që i bën politika gjithmonë gjyqësorit dhe prokurorisë. Këtë ta garantoj që e bën. Po ta shikoni në marrëdhënien për të cilën kemi parë protestat e dhunshme ndaj punonjësve të policisë që janë djegur, janë goditur me armë piroteknike tjera, që ne i dim shumë mirë që aty janë mbi 15 vepra penale, dhe pas 3 ditësh kemi parë që të gjithë e liruar. Tani, një qytetar i thjesht jashtë protestës do marri një bombë nga ato që quajnë këta molotov, do t'i vëj zjarrin dhe do ja hedhi një qytetar i thjesht ose punonjës të policisë. Çfarë do ndodhi? Patjetër që ai do arrestohet dhe do futet brenda. Në kushte të tilla, duke qenë se kemi politikën në mes, e cila është një absurditet jashtëzakonshëm që shtetasit shqiptar nuk janë të barabartë para ligjit, sepse në qoftë se do ishe një qytetar i thjeshtë dhe do kishe bërë një veprim të tillë, do të arrestohej dhe do të ishe në burg sot, kundërshtim i urdhit policisë, goditje, shkatërim prone, mbajtje të lëndëve piroteknike etj. Unë i mora si element, si një zë, për të cilën policia pas e ndaloj, ja referoj prokurorisë, prokuroria kërkon atë masën e vetë, nuk e di, si vinë apo si çfarë kërkohet, edhe dalin përsëri, jo se u pushohet procedimi. Ata janë në procedim, por si pasojë e presionit politikës, këta persona që duhet të rinin në burg, çuditërisht lirohen. Pra, në këtë kontekst, e cila po ta shikosh raportin e Kolegjive të Bashkuara, po të analizonte këtë si rast, patjetër që ky si rast nuk merr parasysh lehtësim që janë apo si janë provat. Provat janë dhe këta persona duhet të ishin burg. Pra të bëra një paralele. Po, e kuptova. Sa e përmirëson situatën me problematikat që ka shfaqur së fundmi sistemi i drejtësisë? Ju thash, e vetmja gjë që do të bëj ky vendim që do të japi një efekt dhe një logjik të shëndosh është që do të vëj institucionet para përgjegjësisë për të dhënë një vendim për të bërë një kërkesë më të plot, më të sakt, duke sqaruar elementet dhe atë që do vendosi gjyqtari që jemi në kushtet që ky duhet dali, duhet të ri apo duhet të ri arrest shtëpie. Pra, gjithmonë ngelet ekskluziviteti këtyre, edhe pse mund të jetë ky vendim i Kolegjive të Bashkuara, përsëri ngelet ekskluzive tek prokurori dhe te gjyqtari, i cili vendos për fatin e një dosje, për fatin e një procedimi penal dhe si do të eci e gjithë situatë. Unë e çmoj, sepse pas shumë kohësh kemi një rast të tillë, por që në fundit, ajo për të cilën unë do të dëshiroja, është që... është të mjaftueshme? Është shumë larg asaj për të cilën neve aspirojmë dhe kërkojmë. Problemi i kësaj marrëdhënie është që duhet rregulluar se s'bën kodi penal. Kodi penal i marrëdhënies për disa vepra deri në 5 vjet apo deri në 7 vjet të bëhet me element administrativ. Pra personi, një kjo vepër penale, paguan X job, dënim administrativ të atë çastëm, pa kaluar në pjesën e ta hetoj prokuroria, ishte apo s'ishte, bëri apo se bëri, pra është ajo që do vendosi policia direkte në atë moment që do të... A është ky një lloj përafrimi me standardin evropian, si funksionon? Kjo duhet të kishte dalë më përpara. Duhet dish që nuk është se kemi element drastik për sa i përket marrëdhënies që burg. Nuk është kështu situatë. Kemi
momente që politika ka ndërhyrë të pjesë e drejtësisë, ja u preka, dhe ja u them prapë, që politika e ka prekur, e ka shantazhuar, e ka kërcënuar, ju shikoni çfarë bën Berisha. Sa herë del, i merr me libër shtëpie spakun, 1, 2, 3, 4, merr GKK-on, fillon s'lë gjë pa thënë. Pra, ai moment, për shembull, çfarë bën struktura posaçme apo gjyqësori kur kemi këto lloj anatemimesh, këto sharje, këto ofendime. A e dini që sot Berisha e ka delegitimuar pjesën e strukturës posaçme duke ofenduar ata prokuror, të cilët janë nën terrorin e tij. Dhe kjo është më së vërtet. Po ta shikoni, ai sillet si një person i papërgjegjshëm, ofendon gjyqtar, ofendon çati dali përpara, njëri thot shan gjyqtaren, i qepet njërë zonjës Gjoga, pastaj i qepet zotit Dumani, tani i kthehet zotit Brau, do i qepet zotit Sadushi, pastaj do t'i qepet atyre tjerëve. Pra, po ta shikosh në marrëdhënie, nëse nuk edukohet politika këtu te ne nuk kemi asgjë në Terezi. Politika nuk duhet ndërhyj fare te këta njerëz, duhet të rregullojmë me do e mos kodin e procedurës penale, duhet filloj që aty pjesa e rregullimit të standardeve, dhe pastaj të vazhdojmë tutje. Po në kushtet që jemi, ky vendim është mirë, i shërben marrëdhënies që janë më të edhe shpresojmë të miratohet, në fakt. Shiko, po do miratohet, shiko, nuk ka asnjë lloj problemi në rastet nuk ka pse mos të miratohet, sepse në fundit aty s'ka ndonjë gjë të cilën është kërkuar. Masa shtrënguese që mund të jepet për një person është gjithmonë që duhet bazuar në prova konkrete, në rrezikshmërinë e tij. Sa e cënon procesi ndryshe deri tani. Po nuk është se e kanë penguar këtë lloj situate prokurorin apo gjyqtarin të japin një mas, shikom, duhet të dishin diçka. Ja u shpreha përsëri. Pjesa e politikës penale apo pjesa e pjesës e procedurës penale, po ta shikosh në Zanafil, ja u preka, është institucioni i parë është policia e shtetit që ndalon një qytetar, kapet në flagrancë, dokumentat që bën, provat që shoqëron e tjera, relacionin që bën dhe që i dërgon organit akuzës, është ai që vendos. E pranon, e quan arrestimin që atje, kur vete dosja, e quan të ligjshëm apo të paligjshëm. Dhe mbi këtë bazë ai e çon edhe referon kur e shikon të paligjshëm, dërkon shkresën direkte, liron, po procedimi vazhdon, që mund ta bëj dhe vetë, pra ky është avantazhi që por kjo nuk është se nuk ka ndodhur, kjo ndodh te neve. Nuk është një surprizë dhe mund të presim ato që presim. Ajo që po të them unë është që këta duhet të marrin grupet e interese dhe duhet të marrin avokatët me eksperiencë dhe me përvojë. Po të fillojnë këta të bazohen te ish gjyqtare, ish prokuror, kjo situatë nuk bëhet kështu. Sepse po ta shikosh, ata që na shesin moral sot janë ish gjyqtarë dhe ish prokurorët, neve sot që të cilët kanë bërë kërdin me masa shtrënguese e tjera. Po të tregoj një rast abuziv për një person i cili ka qenë avokat dikur, ka hyrë në sistem për një grua e cila është e pafajshme në një proces për trafikim të lëndëve narkotike, 7 zane, e mban në arrest në burg, me zor është liruar në arrest shtëpie, që ka apo s'ka detyrime se do t'jemi dhe human. Problemi është i humanizmin. Ne nuk njohim pjesën humane. Ne, mi fjalë, edhe pjesa që ka hyrë tashmë në sistem, po ecën me të njëjtën rrugë siç ka vendosur ata të cilët sot bëjnë moralin që s'duhen mbushur burgjet, s'duhen mbushur këto e tjera. Unë shikoj në një pikë të cilat ne duhet fillojmë rregullimin e kodit procedurës, që s'jemi në këtë pikë, duhet të rregullojmë kodin penal që përsëri të marrin grupet e interesit, të lexohet zë për zë, nen për nen, dhe të fillojë ndryshimi. Dhe ky si vendim nuk është se ne na parafron. Problemi është që neve duhet të rregullojmë standardet, dhe standardet tona janë që nga pjesa e marrëdhënies së policisë, procedurës, kodit procedurës dhe pjesa e marrëdhënies së masës sigurisë. Kjo neve na quan pozitiv dhe ne mbi të gjitha drejtësia jon, sidomos pjesa penale, duhet të futet urgjent pjesa humane. Nëse këta nuk kanë humanizëm, për mendimin tim
ne nuk kemi asgjë në vijë. Italia, po të shko të bësh një proces penal në Itali, të garantoj që prokurori nuk e lejon më gjyqtari të kërkoj prova, të flasi më shumë se gjyqtari. Dëgjon avokatin, fillon merr edhe rrethanën lehtësuese, edhe vendos vetë. Prokurori nuk e lejon më, jo do vi do sjell të provë, kemi bërë këtë kërkesë, thot troç, ke pasur kohën e mjaftueshme, X kohë, X vite, tjera, s'ka më. Përfundon procesi. Unë ju falenderoj shumë, avokat. Falenderit që ishtë me ne, falenderit për gjitha informacionet që ndatë drejt për drejt në studion e Tirana Live.